Mirë, faleminderit shumë që jeni përgjigj thirrjes time për të patur një komunikim të hapur me ju sot, një komunikim transparent në lidhje me një çështje të ndjeshme, e cila ka tejkaluar edhe kufit e institucionit arsimit lartë Universiteti i Shkodrës Luiz Garakuqi, çështja e zgjedhjes së administratorit të USH-s. Më lejoni të them që në krye të herës që në qershor të 2024-s, në projektin tim për zhvillimin e këtij institucioni, unë kam folë për tradit, transparencë dhe transformim. Jam sot para jush në emër të së dytës, pra të transparencës, për të komunikuar nëpërmjet jush në mënyrë transparente, të drejtë për drejtë, të hapur dhe të shumë të sinqertë, me qytetarët e Shkodrës, me Shkodrën, me prindrit e studentëve, me studentët e këtij universiteti, me pedagogët dhe administratën, lidhur me vendimin e bordit të administrimit të datës 2, i cili votoi një prej kandidatëve për administrator të USH-s. Me këtë komunikim për media të gjura i merr përsipër të bëjë transparencën për punën e një organi tjetër dhe jo për punën e tij si rektor, transparencën të cilën e premtoi në fushat, ai nuk e bën asnjëherë në lidhje me çështjet akademike, as në lidhje me çështjet e punësimit në universitet, si edhe as për problemet financiare që lidhen me pagesat, honoraret, projektet dhe çdo gjë tjetër në universitet ku ai ka për detyrë. Këtë nuk e bën as për publikun, as për organin të rëndësishëm akademik, që është Senati, as për stafin e pedagogëve. Rektori nuk ka tagër në një mbledhje të bordit të administrimit. Rektori merr pjesë në mbledhjen e bordit mi bazën e statutit në 28.12, shpreh opinionit, mendimet e veta, por nuk ka të drejtë vote. Rektori ka të drejtë vetëm të marrë pjesë në mbledhjen e bordit të administrimit dhe mund të marrë fjalën vetëm kur pyetet dhe me lejen e bordit. Rektori nuk ka të drejtë të intimidojë anëtarët e bordit për punën e tyre, nuk ka të drejtë të përmend familjarët e anëtarëve të bordit, nuk ka të drejtë të diktojë votin e anëtarëve të bordit, nuk ka të drejtë të kërcënojë me largimin e anëtarit të bordit, nuk ka të drejtë të tund kartën e rregullorës së etikës gjatë mbledhjeve të bordit, nuk ka të drejtë të akuzojë për palishmëri anëtarët e bordit në punën e tyre. Ai duhet të kuptojë se ushtrimet e tyre si rektor nuk e lidh asgjë me bordin. Unë kam qenë dhe jam gjithnjë, siç e dini, për të pas mbledhje të hapura. Ndërkohë Yasin nxjerr jashtë mediat sapo mbaron fjalën e tij në një fillim të mbledhjes së Senatit. Faleminderit shumë edhe një herë medias dhe do ju lutesha që të vijoj me rendin e ditës të mbledhjes së Senatit. Siç mund të jetë raportuar në ndonjë media, edhe pse në mënyrë krejt të izoluar, rektori i universitetit, i cili është në të njëjtën kohë dhe kryetari i Senatit, ka kundërshtuar me argumente ligjore, mbështetur në moralitetin, në etikën dhe në integritetin akademik të institucionit, në mënyrë të vazhdueshme procedurën që ka ndjek bordi i administrimit dhe përfundimisht edhe kandidatin e votuar prej tyre në atë mbledhje, por i cili do të vijojë pastaj të ndjekë procedurat e mëtejshme administrative dhe ligjore. Senati për kompetencë në këtë rast bën kontrollin e ligjshmërisë së kandidaturave, ndërkohë rektori Gjure si kryetari i Senatit nuk lejoi kontrollin e ligjshmërisë së dokumentacionit nga ana e Senatit për kandidatët dhe nuk e lejoi Senatin të votonte kandidatura emër për emër dhe me votim të fshehtë. Në këtë mënyrë Senati do të zgjidhte mbi bazë ligjshmërie dhe i pavarur. Gjure preferoi të votojë listën e blok, çka eliminoi përzgjedhjen dhe votimi i Senatit i dha të drejtë këtyre kandidatëve të vazhdojnë procedurën e zgjedhjes në bordin e administrimit, i cili ka kompetencën e vazhdimit të procedurës së përzgjedhjes nga pikëzimi deri në votim. Me votimin që rektori i imponoi Senatit, pengoi punën e zgjedhjes së kandidatëve mbi bazën e kriterëve të ligjshme dhe i la bordit të kryejë detyrë që nuk i kanë në funksionet e veta. Qëndrimi im ka qenë i qartë, është i qartë dhe do të jetë i qartë deri në eksplorimin e çdo lloji procedure administrative dhe ligjore për shkeljen që bordi i administrimit ka bërë të ligjit 80/2015 dhe të statutit dhe të vetë kritereve dhe dokumentacionit të vendosura nga bordi i administrimit për zgjedhjen e administratorit. Çfarë do të them me të? Me të do të them që bordi i administrimit, kur ka përpiluar dhe ka miratuar kriteret dhe dokumentacionin për të dërguar në APP, në kriteret e përgjithshme, në pikën 4, ka vendosur në mënyrë të qartë që kandidati apo kandidatet pra të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë
me një vendim nga gjykata për kryerjen e një krimi. Pra vetë bordi i administrimit në të dy rastet, edhe në rastin e parë, pra në periudhën 4 mujorin e fundit të 2025-s, kur patnis procedura për zgjedhjen e administratorit. Edhe në rastin e parë për kandidatin Gusha, edhe në rastin e dytë për kandidatin Molla, Senati me këmbënguljen dhe imponimin nga rektori ka votuar së lidhshëm të dy këto kandidat që në të kaluarën e tyre ishin precedent penal. Për këtë qëllim ka përdorur votimin e blok për të gjithë kandidatët. Një votim i tillë është në kundërshtim me ligjin dhe me statutin, si dhe me rregullorin e Senatit. Përgjegjësi për këtë parregullsinë e Senat është vetëm kryetari i Senatit, njëkohësisht rektori Gjuraj. Në këtë mbledhje, e cila ka zgjatur rreth 5 orë, unë jam përpjekur të jem shumë argumentues dhe të flas hapur me anëtarët e bordit për rëndësinë e institucionit administratorit në Universitetin e Shkodrës Luiq Gorakuqi. Në fakt, zoti rektor nuk ka folur para bordit për rëndësinë institucionale që ka administratori në universitet, por ka folur mbi dëshirën e tij për një administrator preferencial dhe për të shërbyer këtij qëllimi, ai ka hedhur balt gjatë gjithë mbledhjes ndaj anëtarëve të bordit duke përjashtuar vetëm kryetarin. Administratori i një IAL-je, pra institucionit arsimit lartë, siç është universiteti, nuk është dikush që merret me tulla, me klasa apo me roje vetëm. Administratori i universitetit administron fondet të kërkimit shkencor, administratori i universitetit merret me projekte evropiane, kështu që në këtë kuptim edhe për administratorin kërkohen shprehi pune, kërkohet një gjykim i shnosh, kërkohet një kompetencë e madhe profesionale, ekonomike, financiare, juridike, kështu me radhë, pa diskutim që dhe shprehi gjuhe në mënyrë që të administron këto fonde në mënyrë sa më të drejtë. E gjithë kjo që deklaron rektori është një manipulim për funksionin e administratorit në universitet. Puna e administratorit konsiston në zbatimin e vendimeve të bordit të administrimit dhe senatit akademik, gjithmonë bazuar në ligj dhe në aktet nënligjore, nuk ka asnjë lidhje me bashkëpunime europiane dhe as me kërkimin shkencor. Me fjalë të tjera, një institucion serioz duhet që përveç titullarit të institucionit që është rektori, të ketë një administrator dinjitoz dhe të aftë dhe të di të administroj gjithçka që unë thash me sipër. Gjuraj duhet të kuptoj se duhet të tërhiqet nga çdo lloj përpjekje dhe tentative për të ndërhyrë në kompetencat e bordit si organi kryesor i administrimit ekonomik dhe financiar, si dhe strukturat të tjera në universitet. Vetëm kështu mund të pretendojmë për një rektor serioz që kryen detyrat vetëm të tij në respekt të parimit të autonomisë dhe lirisë akademike. Në momentin që kandidatët marrin njoftimin për vendimin e bordit, ato kanë 5 ditë të bëjnë ankimim administrativ të bordi dhe bordi ka 7 ditë në dispozicion që të shqyrtoj ankesën e secilit prej anëtarëve nëse ato natyrisht do të bëjnë ankim administrativ. Pa diskutim pastaj që ankimet ligjore kështu me radhë për gjykata është e drejtë atyre dhe pastaj e kanë ato në dorë që të vijojnë ose jo. Me këto që deklaron, rektori futet drejt për drejt në punë të bordit dhe synon të zgjas procedurën e emërimit të fituesit si administrator, një procedurë që ka filluar prej 10 muajsh, nuk i bën fare përshtypje rektorit dhe nuk mjaftohet vetëm me kaq kohë, por kërkon të shtyjë akoma. Në momentin ku shpat kandidatura me parë, bëhet emërimi i detyrë i fituesit, ndërkohë kur të vijë koha e pensionit, bëhet fjalë për procedurën e daljes në pension. Një drejtues korrekt nuk mund të flasë për pensionin para se të flasë për fillimin e punës të një punonjësi në universitet. Katër profesuesit e ministrisë kanë majtë qëndrimit të tyre, më vjen shumë keq për inkoherencën e përfaqësuesve të ministrisë, por që vijnë nga bota akademike dhe e dinë se çrëndësi ka integriteti apo etika e institucionit arsimit lartë siç është universiteti, megjithatë, siç thash, përveç se kanë realizuar procesin e votimit dhe prisin çdo moment vetëm të votonin kandidaturën që ato e mendonin si të përshtatshme, nuk kanë dhënë asnjë argument pra pse po shkojnë drejt një vendimi të tillë. E çuditshme për rektorin Gjuraj që komenton qëndrimin dhe votën dhe mungesën e argumenteve nga ana përfaqësuese të ministrisë. Në këtë pikë, rektori del në oponencë të hapur me ministrinë jashtë çdo funksionit të tij. Me çuditshëm është fakti se rektori nuk do që të kuptojë se nga i kanë marrë argumentet përfaqësues të ministrisë. Tani unë do t'i kërkoj Senatit akademik këtë muaj që të rishikohet pozicioni i këtyre dy anëtarëve që janë zgjedhur nga Senati, sepse ata janë bord për të përfaqësuar interesat e Universitetit të Shkodrës. Ata janë bord për të përfaqësuar interesat e studentëve, të pedagogëve dhe të administratës. Dhe duhet jenë shumë koherent në qëndrimet të tyre. I kërkoj të dy anëtarëve të bordit, por dhe përfaqësuesve të ministrisë në bord,
totalisht bordit, pra që të japim ndërheqjen. Qëndrimi i rektorit është në varësin të qëndrimit të tij të palishme në raport me të gjitha anëtarët e stafit akademik të zgjedhur në organ drejtues të universitetit. Kushdo që nuk e pëlqen atij, fiton një procedurë për largim nga detyra me propozimin që bën rektori për anëtarët e bordit si përfaqësues i ministrisë për dorëheqje. Rektori te kalon çdo kompetencë të tij, interes personale nuk e lën të shojnë për tej. I bëj thirrje edhe kandidatit i cili deri në këtë moment është votuar nga bordi, por që ende, ka procedura të cilat do të niqen, që të tregohet dinjitos, siç edhe ja kanë bërë të ditur në të kaluarën, që të tërhiqet nga kjo garë, sepse ky institucion meriton një profil tjetër. Kërkesa për dorëheqje e administratorit duket shumë e vonuar si kofini pas të vjelave. Kjo kërkesë ul shumë poshtë figurën e rektorit për faktin se biseda kthehet nga institucionale në personale. E kam tregu këtë edhe vitin e kaluar dhe ju e dini shumë mirë. S'kam unë fare punë me politikën, arëdhysht unë bashkëpunoj me gjithë faktor politik, të cilët përkthehen në ekzekutiv, në nivel lokal ose në nivel qendror, në mënyrë që të jenë sa më afër Universitetit Shkodrës, qoftë për aspekte që lidhen me buxhetin, me rikonstruksion apo me elemente të tjerë që në fund të ditës përmirësojnë cilësinë e këtij institucioni, qoftë nga pikpamja akademike ose pikpamja financiare apo infrastrukturore. Harron Zoti Gjuraj, kush e ka sjellë si kandidaturë për rektor, kush i ka bërë fushatën duke i thirrë një nga një pedagogët e universitetit, kush i solli makinën e policisë bashkë te Kiz, ku nuk po shpallë rezultati, kush ja bërë rezultatin që humbi në favor të tij si fitues, kush i pengoi kandidatët humbës të ankimonin rezultatin dhe së fundmi, kush po mban si rektor të palishëm në këtë detyrë. Faktori politik në Shkodër tani shohmi profilin tënd personal e politik.